Përshëndetje të nderuar miq të Florida Shqiptare TV. Jemi këtu sonte me aktorin dhe inxhinierin e mirënjohur të estradës së Fierit, zotin Vasil Vaso. Unë kam dëgjuar shumë për Vasilin, por do t'ishte mira që ta njohim gjithë së bashku nëpërmjet kësaj interviste. Mirë se erdhe dhe shumë faleminderit që e pranove ftesën që t'ishe pjesë e kësaj interviste në Florida Shqiptare TV. Unë mendoj që falënderimi me takon mua, edhe faleminderit shumë që me thirrë për të bërë këtë intervistë. Jam i nderuar dhe i privilegjuar, sepse do mbetet një material, jo me shkrim, po një material filmik i cili me kalimin e kohës njerëzit dhe njerëzit e mi e kanë shumë kollaj ta shikojnë se sa të lexosh një libër ose një shkrim. Kështu që po përdor fjalën më të bukur të gjuhës shqipe, faleminderit. Shumë faleminderit zoti Adrian Doktor. Kënaqësia është e jona. Kur të prezantova në fillim ishte inxhinieri dhe aktori. Me fjalë, për njerëzit ndoshta është i çik çfarë ndodh me ky inxhinier dhe aktor. A mund ta sqaroni? Është një gjë që shumë njerëz nuk e dinin që isha inxhinier, por isha vetëm aktor. Se njerëzit nuk janë në hollësira të mëdha. Sepse si inxhinier nuk të bën njeri reklam. Kam pas shok të mi inxhinier që kanë punuar në një termoqendral tepër të fuqishëm që dha shumë energji elektrike, ndërtuar prej kinezëve. Shumë të zot, shumë të mirë, ka ikur dhe nuk i kujton më njeri. Ndërsa unë duke ndjekur rolin e aktorit, se kisha atë të paktën të dhënë, që mund të merr një pjesë në këtë estradën profesionistët e Fierit, ndërtova një histori humoristike që mbeta i njohur me shumë njerëz, edhe unë jam i gëzuar se më thonë mirëmëngjes, me përqafojnë, pim një kafe. Kjo është jeta e bukur dhe humoristike reale. Megjithatë, direkt ju nuk keni filluar direkt me estradën e Fierit. Cilat kanë qenë ato hapat e tuaj të parë që je ngrit si aktor? E drejtë është. Tani, po të flas pak për jetën me që është momenti i parë, dhe të hym pastaj të përgjigja jote. Jeta është një çudi, dhe kam lexuar edhe diku një thënie të një shkrimtari shumë të mirë dhe të madh, filozof, që tha që njeriu lind nga një errësirë dhe përfundon në një tjetër errësirë. Dhe distanca midis këtyre dy errësirave është ajo lend që quhet jetë. Errësira e parë e din të gjithë, lindin, vazhdojnë pjesën e parë të jetës, përgatitje për jetën, pastaj pjesa aktive, puna për ekonominë, për familje, edhe pjesa e tretë që është pensioni. Errësira e dytë është tepër e rrezikshme dhe e paditur. Është një mbetje një gjithmonë në jetë të jetëve do jetë e panjohur. Atëre, në këtë periudhë midis këtyre dy errësirave, njeriu duhet që të organizojë kohën e kësaj sa më mirë. Sa më mirë të organizosh këtë kohë, veç shtetërorëve të punës që janë të imponuara, veç natës që është gjumë i domosdoshëm për të karikuar baterit, po është e pjesa e mbasdites një tetorarësh i cili mund të shfrytëzohet për një rendiment më të mirë si në familje, si në shoqëri. Unë mendoj se familja është një shtet i vogël, që vetë familja ka edhe ministra. Gruaja është ministër i brendshëm, ministër i ekonomisë, i arsimit, burri është ministër i jashtëm, i turizmit, edhe problemet e tjera. Sa më mirë të funksionojnë këto shtetet e vogla, aq më mirë është për shtetin e madh që ka një kryeminist të zgjedhur. Atëherë, në këto momente që kalojnë në këtë logjikën e familjes, njeriu që e ka këtë tetorarëshin e mbasdites duke shfrytzuar në maksimum, i jep një rendiment shumë më të mirë ekonomik për vetë familjen. Po veç rrethit të parë që është familja,
Ekziston dhe një rreth i dytë, që është shoqëria. Në rast se njeriu jeton vetëm me familjen e tij, me rrethin e parë, është i mbyllur në guackën e tij. Njeriu ka detyrime për shoqërinë, me aftësitë që ka, të kontribojë për zhvillimin e shoqërisë, se një shoqëri e përparuar ka të bëjë dhe me nivelin e jetesës edhe të familjes së vogël. Unë këtë kohë e kam shfrytëzuar në maksimum. Dhe për këtë maksimum që kam shfrytëzuar, jam i kënaqur tani që po e mendoj në retrospektiv që si isha, ç'a bëra dhe ku arrita. Kaq për të muhabet që po bëjmë. Pyetja jote ishte që ma përmende njërë pyetjen? Pyetja ishte, nuk fillove direkt me estradën e Fierit, por ishit... Jeta e njeriut ka një diagram. Fillon shkollën, dhe unë mbarova një shkollë gjimnaz greqisht e kam mbaruar, se zona ime ku kam lindur është një minoritet. Pasandaj vazhdova një shkollë të mesme në Tiranë që quhet Politeknikumi 7 Nëndor, një nga shkollat më të mira të asaj kohe. Vazhdimi i shkollës së Furçit dhe mësandaj nuk më dha mundësia të vazhdoj direkt universitetin, mu deshte punonja në një minjer, gjoja 3 vjet dhe koha e çoi 6 vjet. Ato 6 vjet të punës në atë minjer për mua ishin një eksperiencë shumë e madhe, pavarësisht dëshirës time që dësha të shkonja më shpejt. Po, në ato vite unë isha i vetmi teknik mekanik dhe kjo ishte minjera e që mirgurit në Memaliaj, por në atë vend aktivizoheshe në sport. Kam lozur futboll, por nuk e pash që kisha linjën e futbollit. Në zi bënja do një gol në njerë në muaj. Ndërsa, përsa i përket estradës duke aktivizuar me Shtëpinë e Kulturës atje, regjizori më thoshte që këtë të dhëna, edhe sikur me hap teoreksin që ndiqe këtë. Unë ishe detyruar të vazhdoj universitetin në profilin mekanik dhe vazhdova si inxhinier mekanik. Një 5 vjeçar i vështirë, se inxhinieria nuk ka mësime të lehta, do punë. Dola me rezultate të mira, jo se isha talent për atë punë, po punë. Dhe në 12 natës për të studiuar, mbasi shkëputja ime 6 vjeçare me kishte lënë shumë boshllëqe. Përfundimisht, që atje lindi mikrobi që po të jap përgjigje për artin dhe për kulturën. Mbasi mbarova këtë inxhinieri dhe u ktheva në Fier, unë merrova në Fier, ishim e gjithë klasa jonë në inxhinierisë, një 10 inxhiniera. Ishte koha që në Fier u ndërtua një termoqendral më i miri dhe më i madhi në Ballkan, jo në Shqipëri, u ndërtuar dhe Azotiku, një fabrikë kimike me shumë vlera, dhe neve mbajtëm peshen për një kohë të gjatë 25 vjeçare në prodhimin e energjisë elektrike. Në këtë kohë, mendonja që ta shkëput një aktivitetin tim, por duke qenë sa aktivitete ndërmarrjesh, festivale, teatro, estrade, me futën në një farë lidhje, sikur u ringjalla i mikrobi i asaj kohe, dhe me njerë, për shkak se pan diçka që ekzistonte një dhundi, një humoristike, me futën në estradën e Fierit, ku për 30 vjet jam angazhuar dhe kam punuar me pasion për të arritur sa më mirë figura, sa më të mira artistike. Përveç aktorit që keni luajtur në estradën e Fierit, ju edhe keni shkruar, po? Për vetë estradën, ne kemi pasur një regjizor që ishte shkrimtar dhe regjizor. Edhe e njihni shumë, më shumë se sa mund e njihem unë, me gjithë që për fat të keq regjizorët janë në Prapaskan, ai quhet Pullum Kulla, për fat të mirë ndodhet dhe ai në Florida në këtë kohë, edhe banon dhe jeton këtu, por unë isha i detyruar, duke qenë zënë shumë me punë, për të shkruar një, duke pasur një prirje edhe materiale letrare, humoristike, sidomos monologje, të cilat i punonja vetë, punonja me regjizorin, dhe nuk angazhohesha me shumë aktorë të tjerë, për të cilën nuk isha kohë se isha i zënë me punë. Atëherë,
ishte profesioni dytë këtë që po bënja si aktor, po furnizonja dhe vetëm me materiale sa mundja, po kryesisht i kishte regjizori edhe shkrimtari. Po e treta e kësaj pune që po e nxjerrim këne pa, ishte nevoja që punonjësit të termocentralit dhe të azotikut shumë, 1000 ca veta, nuk ishin përgatitur për nivelin e teknologjisë asaj kohe. Ishin me 7 vjeçare. U detyruan të bëjnë një shkollë të mesme natën, edhe u imponuam dhe neve që na angazhuan të japim mësim teknik të këta punëtorët që të ishin të përgatitur për anën teknike, edhe për të marrë një kategori më lartë në kualifikimin e tyre për anën e tyre ekonomike. Si shkollë nate? Shkollë nate. Atëre, këtu isha i jep një mësim për vite me radhë, duke reduktuar kohën 3 herë në javë kishim. 3 herë në javë i jep një mësim si mësues a profesor si ta gjuhësh, të torët e mëngjesit isha në punë, po duke qenë përgjegjës i një repartit të turbinave dhe puna ime ishte 24 orëshe, largohesha venja, nuk isha i fiksuar në këtë orashin e punës, mundohesha të bënja të tëra. Ndodhin do një rasti që përplasësh i këto orare, edhe me kujtohet base e përmendim, ishe edituruar në orën 6 mirëja pjesë në sarati që lozin ato materialet, po në orën 6 kishe edhe mësim në shkollën teknikë. Në kompromis me regjizorin i thosha mi dhe monologjet e mia që në fillim, të iki të japë mësim 1 orë, të kthehen prapë nga fundi e sradës të bëj edhe monologun tjetër, edhe që londe që shkoja do njerë në kthim në mësim me vetulla në qikë gri, se nuk arrinja të pshinja. Dhe isha punëtor që ishit të disiplinuar edhe me donin, që nuk bënin zhurmë, edhe u thosha që po të mirëni pjesë mos mungoni në klasë, me ato që do t'u japun për kohën që do punojnë, e kënë siguruar kalimin e klasës. Mjafton mos mungoni. Dhe ata vazhdonin, u hipnje një divështrime, edhe vazhdonja i bënja të gjitha ato punë. Në këto momente, regjizori me ngjiti një fjalë që Vasili është njeriu i cili firmos 3 bordero, edhe kjo më mbeti gjithë kohën që firmos 3 bordero e 3 bordero. Me një fjalë, isha një kapitalist në kohën e socialistit. Në kohën e socializmit. Në qoftë se teatri i Fierit do ta supozojmë për shkak se do të ishte një si shtëpi, ku do të ishte ai pozicioni jot i preferuar në këtë teatr? Tani, duke e merr paralel me teatrin me shtëpinë, kuzhina është vetëm më e mirë. Ka për të ngrënë, për të pirët, se sa vende të tjera. Edhe kuzhina mendoj skena e teatrit. Keni pas ndonjë aktor nga gjithë aktorët, ne ju kemi pa nga larg edhe me gjithë aktorët keni keni pas marrëdhënie jashtëzakonisht mira me ato që shikonin të paktën nga jashtë, po a ke pas ndonjë aktor për zemër me një fjalë me cilin je kuptu, s'ke pas nevojë me fol, vetëm je kuptu direkt me lëvizjet synit, me lëvizjet kokës? E drejt. Ne ishim 5 aktorë, edhe një guru aktore, e shoqe e regjizorit. Ne për fat të mirë kishim linja të veçanta në humor, dhe nuk kishim merak që kur paraqiste regjizori materialet e numrit të stradës, kush do mirë të këtë dhe atë. Ai e kishte fiksuar, për këtë rol është ky, për këtë është ky. Luftari, aktori i mirë dhe më i miri i stradës tonë, ishte shumë i prirë për rolet e fshatarëve madhakastriot, për rolet e tjera, po i pa mundur që të lozte role intelektualesh. Në të kundërtën, Fuati, që kam prej zemre me që pyete, ishte një intelektual, edhe në jetën e vetë, po edhe në rolet që loste. Edhe unë me atë kuptoheshim edhe interpretonim shumë gjëra bashkë. Kështu është. Sa premiera bote Strada Fierit në vit? Bende, i Strada Fierit edhe gjithë stradat të tjera të Republikës të atëre bënin 4 premiera në vit. Një muaj gjysmë përgatiteshim në tavolinë, 15 ditë përgatiteshim dhe në sken, një muaj jepnin vazhdimisht shfaqje. Ky tërmujor mbaronte programin e parë, tërmujorin e parë. Pastaj fillonim
pregatitjen për estradin e dytë. Kështu që 4 në vit, por me një punë, jo si tani që këta në televizion për dhe një jave bëjnë një material, pastaj javën tjetër, ato dalin të papjekura. Kështu që në këtë kohë më duket pak e shpejtuar, do më thënë, mënyra e punës e këtyreve dhe nuk arrin do të krijojnë figurat e duhura për kohën që ka në dispozicion. Është e vërtet që shfaqet sigurisht shfaqjen e parë, premierën e parë e keni dhënë qytetin e Fierit, sigurisht. Apo? Po. Mos ka pas një përjashtim. Jo. Unë po të flasim si fillim, e kam dhënë në minjerën që kam marrë pjesë me strat. Që regjizori më thoshte, duhet të vazhdosh diku më lartë. Edhe me të nëzitur se një fjalë mirë nga një specialist të jep një drejtim në jetë. Pastaj, edhe në Fier, dhe po të flasim për pjesën e parë të Fierit, e kam lozur me luftarin. Të dy kemi hyrë në një kohë, si jashtë të jashtëm, edhe kemi lozur një material bashkë dhe filluam avash që spektatorit të na njohë edhe të na pëlqej. Jo, ideja ishte jo për ju personalisht, po kur bëhej premiera, shfaqja e parë sigurisht që ishte në Fier, kur bëhej premiera e vitit. E kuptova, mendova si fillim ku Edhe gjithmonë premiera, edhe jo vetëm një, po 10 shfaqje, 15 jepeshin në Fier. në Fier. Ne kur didim atëre edhe pastaj në qytetet e tjera për shfaqje, nga opinioni që ishte krijuar, sidomos në vit në ri që lozëshin materialet humoristike dhe një televizor ishte edhe i shikonin të gjithë, shkonim në Laç, në Shkodër, kudo, njerëzit rinin të sporteli duke ndezur zjarë për të marrë bileta kur të kishe mundësi të shikonin shfaqja. Kështu që mbaronim me Fierin, qarkullonim në gjithë Shqipërinë. Si ka ndryshu estrada e Fierit nga ajo kohë deri sot, apo s'ka më estradë Fieri? Vitin 90 ishte një finale që më përqë shumë gjera. Në vitin 90 edhe aktorët u moshuan, avash filluan dalë në pension, por edhe u fitua një liri veprimi, nuk ishte ma diktatura e kontrollit të materialeve të letrarë. Dhe në bas 90-ës, vetë me Fierin eve filluam të vëm komedira edhe estrada, po duke qenë se estrada ishin pak më të vështira, duke pas orkestra, këngëtar, të cilët ishin paksuar, kaluam në linjën e komedive, deri në vitin 2000. Pas vitin 2000, për fat të keq, të gjitha estradet e Republikës kanë humbur, aktorët u larguan, shteti nuk i pa me sy të mirë që ti ndihmonte, dhe kështu që edhe tani gjendja është jo kaq e mirë, dhe më duket është një defekt i madh që një qytet mos ketë teatr, mos ketë një estradë, është fatkeqësi. Ja, është e vërtet me fjalë. Jeta kulturore në ato vite, të paktën ajo jetë, se ndoshta gjanat e tjera nuk i kishin pas, po ka qenë shumë e pasur me fjalë. Njerëzit duan të thyen monotoninë e punës të familjes, të kalojnë 1-2 orarësh e të dalin duke qeshur. Po kur je jashtë skene, me qenë se përmend duke qeshur, a vazhdon të jesh prap i qeshur me batuta edhe në shtëpi, apo i marron gjitha batutat në shtëpi? Ç'është e drejta. Në skenë. Ç'është e drejta. Ndjenja e humorit ekziston. Dhe unë gëzohem që për 2 gjëra. E para unë, një defekt i imi, i cili mbarova një shkollë, jo në gjuhën shqipe, po greqisht, edhe pastaj vitet të tëra përfundova, po gjuha nuk mund të plotësohet 100% që të flasish pastër gjuhën e dytë që mëson. Por gjithë spektatori nuk i din dhe këto ëllësira. Dhe mendonin sa bukur e deformon gjuhën Vasili. Unë e deformonja nga halli. Pa atyre u duke shumë originale. Edhe ky defekt mua me shërbeu që të me simpatizojnë ma shumë se sa duhet për bukurinë e realizimit të roleve. Kështu që jashtë tani me shokët, nuk jam kaq, jam më serioz, se ka njerëz ndonjëherë që qeshin shumë në jetë, por nuk u amban në skenë. Në skena ka ligje, ka rregulla. Po të ish me humor në skenë, kalon e një rrugë shkencore, do me që arrin të bësh të qeshit me
punën që bën aktori me regjizorin. Në jetë nuk e regjizori, ja i që je. Bile edhe fëmijët e mi kur pisnin më thoshin që ju kënaqeni me babin që u bën, u thoshe s'na bën asgjë, ore nuk qeshim. Është shumë serios, edhe ashtu kam qenë. Megjithatë, mua më pëlqeu që profesioni i aktorit, sidomos i një humoristi, është i bukur dhe njerëzit kanë dëshirë ta dëgjojnë, të japin një kafe, ta përqafojnë. Këto janë gjëra që të sjellin humor. Atë humor që ke dhënë ti për të tjerët, e merr tani në jetë nga ta spektatorët. Do t'ishte interesante edhe për dëgjuesit për me dëgju diçka nga prindrit tuaj. Atë kanë dhënë ndonjë këshill, atë kanë dhënë ndonjë porosi, tash amanet nuk mundena me i thanë, por një këshill me fjalë që të ka ngelë në kujtesë. Është drejt. Unë mendoj që kur flasim për emigracionin, andaj nga karriera jonë emigracioni filloi qëm pas luftës së parë botërore. Ai emigracion me gjithë hallet kishte një gjë atëre që iknin vetëm burrat, nësa familjet rinin në fshat dhe nuk mbetesh vendi bosh. Tani migracioni dytë mbas viteve 90 janë larguar burra dhe gra dhe familje dhe vetë Shqipëria po boshatisë. Por ai emigracion, ndër të cilët dhe baba im emigroi 10 vjet në Stamboll dhe u bë një teknikë mbërësirash special, ai kishte pasion fotografin dhe e la atë zanat dhe punoi si fotograf në gjithë qarkun e Gjirokastrës, duke vazhduar në Saran për 30 e ca vjet. Kur erdhi puna që unë morova shkollën, më tha, do të bëhesh fotograf? I thash, nuk kam shumë qef. Mua më pëlqente të shkonja edhe në Tiranë, të shkonja Tiranën me shok. Edhe nuk e kisha shumë qef. Të vazhdo shkollën, më tha. Edhe kjo porosi që më tha që do vi koha që të gjithë njerëzit do mbajnë nga një aparat fotografik në dorë. Ishte çudia edhe erdhi koha, dhe nuk dihet se sa punë mund të kesh. Prandaj vazhdo shkollën. Edhe unë ndoqa këtë linjë edhe vazhdova shkollën. Për më mirë më dolli. Tashi do të kishte ka në pension kjo kohë, se do kishte pas lek me fjalë, se edhe fotografët kisha mbetur shumë brapa, se vetë teatri e strada kanë ambient shoqëror, njerëz, humor, nësa vetë profesionisti zanaqiu jeton me vetveten. Çfarë të mundër më shumë nga qyteti Fierit, nga ai qyteti vjetër? Qyteti që lind njeriu është qyteti i parë. Po jeta në qytetin e lindjes është 10-15 vjet. Fakti që njerëzit largohen për të shkolluar, siç edhe unë, dhe pastaj ne emëruar domosdoshmë nga shteti, siç vajta unë e Fier, u bëm fierak. Dhe njojtëm një popull tjetër. Në Fier kishte edhe shumë fiset të tjera. Nuk ka nevojë të i përmend, po vetë fierakët janë një popull i urtë, dashamirës, i qetë, dhe nuk e ndjenim vetëm pak si emigrant, e ndjenim vetëm fierak. Ajo që me mungon, si thuash, lëvizja në për qytet, takimin me njerëzit, shikimin e gjërave të bukura të asaj kohe, dhe tani që të kthesh tani në Fier, me ndryshimet që janë bërë, pavarësisht jo rregullohet, Shqipëria jo rregullohet, janë bërë aq ndryshime sa që duhet të rish një 5 minuta të orientohesh ku e kam pasur shtëpinë që ta gjej të shkoj. Nuk është kaq kollaj, ka ndryshuar shumë gjëra. Edhe me mungon dhe unë çdo vit shkoj në Shqipëri, çdo vit shkoj në Fier, e pastaj rikthehen prapë këtu. Sigurisht kjo nuk është intervista e parë juaj që keni dhënë mi fjalë, por sot do ta kemi privilegjit për me na thënë një histori që ndoshta nuk ja ke thënë kërkujt. Shiko, është privilegj që të bësh një intervistë, e përmenda në fillim. Por, do të thosha që janë bërë shumë intervista. Pasë mendoj që kjo është raketa e fundit që po hedh, mendoj. Sepse kanë një masë gjërat, nuk ka nevojë të bësh dhe gjërat të pruara. Por,
Nga estrada unë mbaj mend disa gjëra që janë të papritura. Se në kohën tonë, në materialet letrare, nuk të linde komiteti partisë dhe ata që të deformonje diçka dhe kontrolloheshin çdo fjalë e gabuar kishte përgjegjësi. Dhe ne ishim të disiplinuar. Po për në moment në skën mund të vinin të papritura. Atëherë, me zgjuarsin tënde, duke qenë brenda kushteve të pashkelur du një, se tani nuk ishte ma përgjësi regjizori, po përgjësin e kishte ti për atë vazhdimin. Më ka ndodhur 2 raste. Po bëjnë një monolog në Institutin e Arteve në Tiranë. Ishim Ram Çfaqen. Unë ishe një ngri që loznjë një simulant. Doktori, nuk ishte doktor Ardiani, po ishte një doktor tjetër me bluzë të bardhë, një aktor, edhe ai me viziton dhe mua. Ndërkohë, ishte një çekan se zakonisht të godasin. Ai me godiste këmbën e djathtë, unë me vizjen këmbën e majtë. E pa doktori që ky është me hile për të marrë një raport. Në moment filloi të me kontrolloj kështu nga mbrapa mushkërit edhe a kam ftohtë. U thikën dritat. Heshtje. Pritëm 1 minutë, erdhi drita. Diçka duhet të thosha. Edhe unë, brenda kësaj minute, mendova dhe thash, doktori me bëri një radioskopi. Kjo ishte qelloj aq bukur dhe filluan bërëtrokitje të cilat unë nuk i mendonja dhe nuk i prisnja. Po fjalën e thash dhe qelloj. Do njëherë mund e mos qelloj. Kjo është aftësia e aktorit dhe fatkeqësia e tij në rast se nuk qelloj. Një moment dan, me fjalë po thosh, na ikën dritat edhe këtu. Po kjo dritave të qesh një, po loznjë një monolog lidhur me një drejtor, të cilën e kritikonja. Se niveli i kritikave tona në kohën e diktaturës ishte deri te drejtorat. Ma lart nuk na mbante që të kritikonin përgjithësi ministrat e tjera. Dhe unë isha servili. Nuk e kritikonja drejtorin duke i thosha që pse s'keni marrë akoma lejen e zakonshme. Kritike madhe. Më në fund fikën dritat. Ngela, u zgjat shumë, u detyrova të ike anës skenës, u mendova, u futa prap, erdi drita u futa prap, thash, rregullova sigurisht e drejtorit. Edhe kjo qelloi po me elektrik, edhe po pjesë e monologut që bënja, edhe pati vortorkitje e tjera tjera. Pra këto janë momente që mua me kanë gëzuar që munda që të qellonte batuta në kohën e dur dhe në momentin e dur. A ka kështu njerëz që të ndalojnë, me fjalë, jo vetëm në Fier, po edhe këtu, sepse këtu te ky komuniteti shqiptar ku jeton, pinë edhe kafe me shok, pa vjen në një pasionant edhe të kërkon na tregoj monolog ose një Barcelet ose a drejt. Duke qenë se monologu është një Barcelet e madhe, nëse Barceleta është një mikro monolog, unë kam shumë një bagazh të madh në Barceleta, të cilët i përdorim në shoqërinë për tavolina, humor, jashtë skene, po me shokët. Televizoni, edhe ky që po bëjmë neve, edhe reklamoj që po më bën ty mua, që nuk do të paguaj, është vlerë e madhe. Janë çuditur. Sigur e lam se do më paguja. E lam, po s'kam firmosur. Nuk më morë me shkrim. Çudia. Jo për të mborur, po kjo ndodh në çdo vend dhe vetë njohja midis televizorit, njerëzit të ndalojnë, duan të thuash një laf. Unë ndodha për çudi këtu në emigracion, vajtem në Las Vegas. Duke dalë në Las Vegas lotra, gjera, unë shikonja, gjua nuk e dinja, edhe ishte edhe djali edhe tjerë. Kur një njeri me një fshes, me thot, thash më djali, çfarë do ai? Hajde me tha. Ua, thash, ti e ai? Po jam, thash. I thash, të takoj një njeri, thash, në Las Vegas, e të me njoj nga estrada, është një çudi botërore, i thash. Atere, deri atje vetë puna që mund të ndalojnë njerëz simpatizant që të kanë parë dhe të kanë pëlqyer. Nëse këtu në Florida do mos do. Pa ne në Fier dhe në Tiranë është masive. A ke mujt, me fjalë, e ke përdorur ndonjëherë aftësinë tënde si aktor kur të ka dalë në polic? Për me pështu në job. Po tregoj një sekret që
le të mësojnë tani se është vonë, një pjesë mas 90-ës, mas 95-ës, u detyrova të punoj në një firmë greke si tregtar. Provova dhe nuk është zanati i katërt. Po në këtë botë, puna normale, arrin të marrish një rrogë, të jetosh, të kursesh, të pagosh detyrimet familjare, shtëpinë, kirat. Po nuk të bën të pasur. Tregtia është i vetmi zanat të bën të pasur. Po duhet të jesh tregtar i zgjuar dhe i ndershëm. Dhe unë këto dyja i kam provuar. Dhe duke qenë se kalonim në dogana, këtu është ajo që kështu, kontrollosh. Mua nuk me kontrolloni. Ky ishte një fitim i madh që unë kam marrë nga dashamirja, nga dashamirësia si aktori e Saradës. Ik me thosh, ik. Po unë kisha madhra që duhet i... Fjalë, jo vetëm fitim shpirtëror, por edhe monetar. Edhe monetar, ekonomik. Rrugës me ndalonin policën. Unë me një farfrike se do hapin bagazhin. Hajde, në tërgonja në këto dik, lollonja në këto dund, sa për policë, sa për të tjerë, edhe ikja. Edhe, kështu që me kanë ndihmuar më mori për të kaluar disa gjëra në momentet që do t'i kalonja ma vështirë, po humori i zgjidhi. Në një personazh, në një aktor i huaj për shembull që e shikon edhe thua, ky duket bën humor aq bukur me fjalë sa sikur ka lindur në Fier. E drejtë është. Humori i estradës së Fierit dhe i gjithë estradëve të Shqipërisë ishte i kontrolluar në kohën deri në vitin 90. Dhe nuk pranoheshin, dhe të flasim çfarë duan për diktaturën, por nuk pranohesh banaliteti. Se në sallë ishin familje, fëmijë, gra, edhe kishin shumë mirë. Nuk është ai banaliteti i cili tani përdoret shumë, qoftë në të portokalli, qoftë të agroni në një farmase, e përdor dhe bota këtë, po unë e quaj jo të saktë. Ajo tregon se nuk je i fuqishëm të përdorish humorin e ligjeruar shkencor, përdor ça budallëqe, të ranë pantallona, do qeshish e tjera. Nuk e quaj normale. Për mua një i tillë dhe të flasim nga shteti italian është Adriano Celentano. Ai është këngëtar. Po ishte shumë fine dhe shumë bukur përdonte në profesionin bazë të këngës përdorte humorin. Edhe mbeti një njeri i cili dëshironin ta dëgjonin, edhe ka lënë një biografi dhe një kujtim shumë të madh, jo vetëm për italianët, por edhe për shqiptarët. Në vërtetë, ka qenë shumë i dashuruar dhe i mirëpritur te publiku shqiptar. Me fjalë, ju mendoni se sot humori nuk ka më një mesazh, është humor për konsumim shpejt. Shumë e saktë pyetja. Në rast se material letrar ka një fillim, ka një ndërtham, ka dhe fundin humoristik, në rast se nuk ka një kritik brenda, një gjë që përse po bëhet, çfarë kritikohet, nuk ka vlerë, harohet të nesërme. Një nga punët që estrada e Shkodrës ishte një nga estradat më të mira dhe shkodranet janë i gjithë populli i Shkodrës është humorist, kudo që të vesh, ata janë të talentuar, por në skeqet që përdornin nuk linin gjëra të cilat ishin më shumë dialoge, batuta, haroheshin pas një kohe. Ndërsa humori që bëri estrada e Fierit brenda kishte edhe kritikën, kishte pra një qendër e cila linde që të kujtoheshe me kohë, me ditë, me muaj. Edhe u pëlqyeja më shumë nga spektatorët. Të boshit gati në kuadrin asaj një mini komedie të vogël me fjalë. Atë skecin nuk e kishit të shkurtër, e keni pas pak më të zgjeruar si skeç. Po a ka një batut që ju ndjek gjatë gjithë jetës, ose një batut që e keni ju për zemër, por edhe një batut që njerëzit ta përmendin për shembull? Shokët e mi, duke qenë se nuk kishim asnjë, si thua, zili ose kontradit me aktorët, çdo njeri kishte linjën e vet. Në krahasim me ta, jo për mburje, po faktikisht unë isha me universitet, ata ishin me shkollë të mesme. Dhe domosdo sa më shkollë ke, aq më zgjuar të bën shkolla, të bën jeta. Dhe gjithmonë në skeqet e tjera, të tyre me kërkonin Vasil, na thuaj në një batit në fund, në një batut humoristike. Edhe unë shikonja skeqin e prova dhe u ajipnja. Dhe korrin suksesit dhe ata. Dhe thoshin që Vasili është
shefi i kolpove të stradës. Unë tani këto i përdori edhe monologjet e mia, se e shumë e vështirë mbasi losën e stradë, që të mbarosh materialin edhe të ikish pas një dorëtorkitje. Diçka nuk shkoj. Dhe më thosha do njerë, kini mendje, ecni 1 metër afër skene, dalit nga skena. Në rast se nuk ka dorëtorkitje, 1 metër dhe zhdukuni, mos rini nga qendra e skenës të ikni si priftërinj, edhe të duket zbëra zgje dhe atjera. Pak është kesh distancë të shkurtër. Qarë më mbeti. Po bënja një monolog për uniformitetin e veshjeve edhe o habita se si e lanë, sepse kush pranon dhe kritika që sistemi diktatorial, komunisto-socialist nuk kishte të gjitha të mira. Po vuanin rrobat e ndryshme. Kishte vetëm një stot i kuq. E të gjithë gratë ishin bërë me paltot të kuq. Paltot kuqe. Në një moment kur bërë një monologun, edhe me ndihmën e regjisorit, erdhi një grua me paltot e kuqe, e si qishte, unë i kapa sytë dhe thash, kjo është gruaja ime. Ku shikoj? Tjetër grua. Me këto palto u thash, ngatrojmë gratë. Dhe kjo batut mbeti dhe ma kam kujtuar shumë ma mbrapa njerëzit që fiksohet, edhe batutat tjera, po të vjen mirë për të kujtojnë batutat të cilat lanë histori, lanë jetë, jo u zhduken në mbarimin e shfaqjes. Me qënë se të vjen mirë the kur të kujtojnë batutat, por atë ka kujtu qyteti Fierit, pak të atë ka dhënë në titulla, në ka bënë qa bëhet tash për aktorët? Unë tani në këtë moshë. Atë ka dhënë në pension? A? Pension? Pensioni ka dalë i tillë. Njeriu që filmos të René Bordero, në 3 Bordero, me 1 pension. Edhe filmos tani në 1 Bordero. Dhe bukura është që në i kohë që këto 3 punë që kam bërë unë, kuptohet që njerëzit e vrojtojnë të mëdhenjt dhe të vegjël, e vlerësuan punën time për ndihmën që unë i kam dhënë Fierit, se jam ardhe me përkthime veprash letrare, me komedira për të ndihmuar trupën e teatrit, dhe me nderuan duke ardhur në fshatin tim Biles me qytetar nderi Fierit. Për mua është një vlerësim shumë i madh. Më i madh se ato që na ka dhënë dhe presidenti në raste të ndryshme, artisti tillë dhe artisti tillë. Dhe po kam për falinderit. Ta kanë dhënë në zemër. Dhe unë e kam për shumë faleminderit, edhe po bëj një libër për jetën time, se ka plot gjëra ngjarje, tani që janë dhe pa punë, se duhet me diçka të mirësh, edhe mendoj ta vë titullin Njeriu që filmosi në 3 Bordero. Ky do jetë titulli i librit, po të hequr dhe vëmendjen. Kështu që jam i kënaqur nga Fieri, për jetën e Fier, nga të gjithë aspektet, asnjë s'me kanë caktuar. Kanë folur dhe gjërat që mbase nuk duhet i flisnja, po të qenë se besonja për të bërë kritika të sakta, por një kritik nuk të mirësh dhe mbrapsht. Por sepse s'me ngacmuan se mendonin që është i stradës, i ka me humor, apo mos ta ngacmojnë se mos ta nxjerr dhe emrin ndonjëra atje me ndonjë rol, shpëtova. Edhe mendoj që shpëtova për fat të mirë. A ju ka ndodhur ndonjëherë kur jeni në momente serioziteti, nuk po them në përvarrime, por ndoshta në mbledhje ose dikun që ke dash për me folë dhe njerëzit kanë shpërthyr me qeshura, se ta kanë marrë se po e flet me humor ose diçka e tillë. Duke qenë se unë jashtë skenës jam në përgjithësi serioz, kjo nuk më ka ndodhur. Dhe nuk desha të më ndodhi se nuk kam më keq për ata që bëjnë atë ceremoninë, të kërcasi një qeshje masive edhe nga një i vdekur që po iken. Kjo që ka ndodhur aktorit francez Fernandelli, i cili kishte një surat të gjerë, si grua, edhe kishte vajtur në një varim dhe po shikon dhe gropën, e shikon dhe majtas dhe kur e pan ata, i dhan gazit, vetëm nga mimika, sa që a i mbas asaj u mor dhe u bë aktori më i mirë i Francës. A mi fjalë bëte këtu mivikat edhe nuk ishte aktor? Pikërisht unis
Në atë moment u nis fillimi i tij për të vazhduar si aktor komik. Është këtu të shikoj që keni shumë reputacion, shumë njerëz të dun, edhe të shikoj në ambientet e kur del me pi kafe me shokët ose diçka, vrapojnë ta nxjerrin një fotografi, jemi me aktorin e estradës Fierit, edhe njerëzit ju dun edhe ju respektojnë. A keni një këshill për emigrantët përgjithsisht që jemi këtu Shiko, në Florida? mendoj kjo punë e fotografive është një kënaqësi për neve, por nuk dua të zmadhohet se unë i quaj të gjithë profesionet me vlerë. Bilen e ndonjë intervistë që kam bërë në televizionet e Fierit e më tutje, u kam thënë, mos këmbulni gjithmonë të na mirrin neve në intervistë. E kem bërë punën tonë, materialet janë në YouTube, janë kështu, janë i kënaqur. Merrni doktora, merrni agronoma të mirë, merrni inxhinjera të dalluar, se sa do të mirë të bëjmë në humor i cili shërben për jetësinë e njerëzve, po doktori shpëton jetë njerëzish. Atëre, i reklamoni dhe këta njerëz, u jipni krah të fluturojnë më shumë, që të shpëtojnë sa më shumë jetë njerëzish. Unë fakt jap receta me shkrim, por ti i ke shëruar njerëzit nga ana shpirtërore dhe i ke dhënë më tepër kënaqësi këtyre njerëzve. Receta me humor. Receta me humor. Shikoj, e drejta është se jeta e njerëzve nuk kalon me humor. Sa do e gjatë që është, ka ma shumë se 80% jetë serioze, problemesh, halësh, se sa buskeshje dhe qeshje. Sigurisht. Sa ma shumë të rritesh kjo përqindje, aq ma mirë do ishte. Dhe aktorët e stradës dhe vetë strada me humorin që krijon, u zmadhon njerëzve ditët e bukura të qeshurit. Se ka thënë një shkencetar që ishte, është gjuna të kaloj dita pa një buskeshje. Pa një buskeshje. Edhe po realizua është gjë e madhe. Po gajua me vetë me mërzitje, është fatkeqësi. Po përpiqem ta mendoj si e ka thënë, është mirë që të paktën çdo ditë një pikturë të bukur të shikosh, një libër të bukur të lexosh, një këngë të bukur të dëgjosh, edhe nëse e mundur të bëhet edhe një fjalë me mend të thuash. Diçka e tillë. Diçka e tillë. Po, të tëra nga nevojat e jetës. Nëse për shembull do të organizonin këtu dhe do të realizoje një stand-up show, do kishe dëshirë që të rri edhe një aktor nga estrada e Fierit, cili do të ishte ai preferuar jot që do ta merrje këtu edhe do ishte në skenë me ty? E kuptova. Unë mendoj që në estradën e Fierit aktori që ngjisnin më shumë, sepse unë nuk loz një ato rolet e atyreve, se vetë rolet të bashkojnë të jesh ishte Fuati, i cili është luajtur, ka patur dhe arriti të këtë pseudonime, Lipe Shtoku, ose Beluli. Edhe po përmend Belulin sot për të thënë që ndërsa Fuati bëri monologun që duhet të fliste për Belulin, po mburte veten dhe fliste për veten. Unë sot jam Beluli, flas për vetë, edhe nuk do ta marrë për keq, se prandaj po bëjmë intervistën. Po Fuatin do dëshironja ta kisha, ishte i gatshëm, i mbrehtë, intelektual dhe me shumë humor. Për fat të keq, ka ndruar jetë, nuk realizojnë dot këtë. Nuk e realizojnë dot. A ke ndonjë porosi specifike për emigrantët përgjithsisht që jetojnë në Florida, një si këshill? Unë detyrimisht jam vetë këtu dhe mund ta quaj veten emigrant. Po mosha ime që nuk punoj dhe jam pensionist, është krejt ndryshe nga njëri që punon. Unë jam i gëzuar nga një anë që të gjithë ata që kanë dalë në emigracion ka përcyen vështirësitë e para të jetës së tyre në çfarëdo shtet që kanë vajtur dhe kanë bërë prokopi. Kanë marrë shtëpi, kanë edukuar fëmijët e tyre, kanë rritur ekonominë e tyre. Por, mendoj, porosja do me këshilla ime, mbasi del në pension njeriu dhe fillojnë të ikin, pensionin nuk e quaj një gjë të gëzuar, e quaj erdhi një ditë fatkeqësie, iku jeta aktive. Pensionin do ta marrësh me gjysmë rroge, ekonomia mungon, shokët e punës kanë punë të je jashtë atyreve, por
Megjithatë, duke qenë tani jashtë shtetit këta që do dalin në pension gjitha emigran, duhet të rikthehen në shtëpinë e tyre, në shtetin bazë që kanë jetuar, se do të kalojnë bukur duke pasur anën ekonomike të mjaftueshme, do kalojnë shumë bukur se jeta në emigracion është pak e varfër shoqërore, ndërsa jeta në firë që kthehem unë, është një qytet që lëvizin gjithë njerëzit sikur shkojnë për ndonjë çfaqje, shkojnë këtu do në plot. Këtu me makina nuk takon njeri veçën të lesh telefon ku do takohesh të kafe të pish një kafe. Prandaj mos harrojnë vendlindjen e tyre. Shumë bukur. Kam disa pyetje të shpejta, nuk e di me fjalë, do i bëjmë me humor? E çik? A bëjmë. Atëherë, cilën pije preferoni, rakin apo verën? Rakin e dimër, birën e behar. Nga qytetet, Fierin apo Gjirokastrën? Të Belenën. Të Belen. Teatrin apo filmin? Teatr. Teatrin. Duart rokitje apo lekët? Dollarët. Nëse tash mund të kërkosh edhe Bitcoin. Mund të kërkosh edhe Bitcoin tash. Po. Ushqimi i preferuar, mishi apo peshku? Në përgjithë sallatat, Në përgjithësi të sa. cilat nuk dërisin kolesterinin. Okej. Një mesazh për rinin që ka dëshirë të bëhet aktore sot. Mesazhi im për njerëz që duan të bëhen aktor, duhet të jenë të menduar mirë para se të vendosin, nëse kanë talentin për të bërë, të vazhdojnë. Nëse ekziston kjo edhen, kjo prirje për atë punë, nuk duhet të sakrifikojnë jetën e të vuajnë në skenë. Shumë aktorë kanë dalë, aktorë dhe janë larguar nga skena e pa rezultate. Prandaj, pavarësisht që aprovohen nga një komision dhe ka një shoshe që me vrima diçka të vogla, duhet të jenë pasion. Po të kënë pasion, mund arrijnë rezultate. Po duhet të dinë që të shoqëria, unë shpesh provoj anekdota. Anekdotat janë gjërat e populli i prodhon. Janë gjërat e zgjuara, janë situata komike, të cilat me fjalë tregohen. Por nuk marr guximin t'i los në skenë direkt në mikrofon, se nuk e di fundi cil do jetë. Se zhvillohet anekdota shpejt e shpejt, dhe në fund duhet një batut për të qeshur në fund. Atëre, në 5-6 shokë të mi u atregoj. Po bën ata ha ha ha, 500 vetat e sallës do bëjnë më shumë ha ha. Po nuk qeshen ata, i që nga repertori, nuk e avlen. Kështu që dhe ky aktor duhet të provoj njeriu që a ka humor në shoqërinë e vet që të vazhdojë të shkollën, ose mund të bëhet dramaturg, mund të bëhet domen aktor drame. Ajo është sektor tjetër. Për shembull, kot me aq pak sa njive, am kisha dhënë një rol në estradën e Fierit? Cili? Am kisha dhënë një rol mu në estradën e Fierit? Apo kishe lanë rojet e dera? Unë edhe momenti që mos ta bëj që në fillim që mos të duket si një kontrapesh i privilegjit që më bëre, për mua ti je njeri i veçantë, që nuk të ka parë do një regjizor, po të kam parë të tjerët që të kanë aktivizuar, ti arritë të bëhesh doktor me shumë mundin, ti je poliglot në aftësitë të tua që janë një kulturë dhe një privilegj i madh, ti je një agronom që bolas edhe pemë dhe ndërton lulje në bashkën tënde, ti je edhe një humorist. Nga Shkodra dhe nga veriu që jetë, ti humorin e ke në bisedat tua, po ke humor të hollë, humor të lezetshëm, atë humor që flasin për shkodrane. Kështu që do të mirë dhe do të përlande. Edhe agronomin unë e kam sepse të dy prindrit i kam agronom, edhe prandaj i kam... Kanë gjetur diçka që... Ka diçka. Është Këtë interesant. punën e mjekut asi nuk e di me fjalë, kjo është si çik pikpyetje e madhe. Ti je me pasion dhe që të ndërtosh harrodhat dhe të them këtë televizionin që e mban këtu në Florida për të informuar njerëzit a për të shikuar gjërat e bukura, këtë ndërtuar këtë studio, e cila do mend, do punë, do pasion edhe punë. Je i jashtëzakonshëm. Tashi, a
Qofse do na tregosh një anekdot këtu në këto kushte ku jemi, të premtoj që duar trokitet i bëjmë atë sistemin e kompjuterit. Edhe nxjerrim duar trokitet, kështu që mos ki merak, qofse do më tregu diçka, duar trokitet i kemi të sigurta. Mendoj të tregoj, le të zgjedhim 2 anekdota. Ka qenë një xhaxha, Laze e kishte emrin, me të shoqe jetonde, kishte një lopë dhe një viç edhe me atë jetonde në vazhdonin ekonominë dhe jetën e tyre. Sa kthesh nga me gjithë lopën dhe me gjithë viçin e vogël, kishte një shkollë përpara edhe fëmijët e shkollës dilnin deshen të shikojnë viçit, edhe për këdhelën e vet. Dhe i thanë xhaxhait thanë, ditë lexosh? Jo, tha, i s'kam për shkollë, ja, me këta. Pa e lexon të ta tabel, po s'di të lexoj, ja të lexojmë ne, tha. Të shkolla ishte një tabel e madhe. Në këtë shkollë hyn viç dhe bësh njeri. Si thaj? Në këtë shkollë hyn viç dhe bësh njeri. Vajtin e shpitha grua. Qarë, kështu kam parë. Qarë, në shkollë mund të i viç të fusin viçin ton të bëhet njeri se s'kën një fëmijë, tha. Dakor, tha gruaja. Mori të nesër në qafat e viçin atje, portieri në rojet e porta, erdha i tha, sholla viçin të bëhet njeri, tha. Roja e kuptoi, fute brenda e mori me ditar, iku ai, ata kishin një aktivitet fund shkolle, e bën viçin ma, e përlan, u shërbeu hangrën piten mirë, kalohen vitet, erdi prap xhaxhai. Erdi, xhaxhai, tha, unë jam ai, tha, po, ta marrë djalin tim, tha tani, do shkosh e drejtori, tha. Vajti, pse është bërë drejtor? Djali jote është bërë drejtori. Tha, qarë viçi zgjuar, kam pasur. Vajti hapi dirë, drejtori vetëm, shikonte orën, do shkonte në mësim. Ku je, viçi imi, tha, ku je, tha ti që me je bërë dhe drejtori, tha. Dhe vajti ta pritja fonde. Dali, tha i, qa viçi jam unë, qa unë kam dojkin e mësim, tha, se kush që ti, jem ngatrori, tha. Jo, nuk jem ngatrori, nuk me një mund, po nuk të njohër, tha. Ore, shiko mirë, nuk, po nuk të njohë. Iku drejtori, iku ki, vajtin e shpi, i tha gros. S'dolli gjë djali unë, tha. U bë drejtor, u bë mendje madhe dhe nuk e njojti fare, tha. Mos, po tani, tha, po mendojmë, tha. Të nesër në mëngjes, mori lopën, lidhur me litar, vajti të roja, i tha, dua drejtorin. Ta lajmëroj, tha i. E lajmëroj, drejtorin. Po, tha drejtori prap ky. Tha, urdhoj xhaxhaç, unë s'të njoj, tha, qarë do ti, qa ke? Nuk me një mua, ti, tha. Po nuk të njohë, të thash. Pa shikon mirë, nuk me një, po nuk me një. I të regoj i lopi, tha. Po këte maman tënde. Nuk e një këte maman tënde, ha, shiko. Me dotën dhe me viçin, me humorin e vetë, ose me tregimin e ti. Kalojmë të një anekdot, ma të shkurtën, që këte besoj se edhe nuk do të dish. Ishte një me shumë fëmijë, po dembel. Për fëmijët nuk ishte dembel, ishte 3-4 fëmijë, po nuk punonte. Dhe mendoj që shkonte te kryetari i bashkisë çdo mëngjes para se të vinte kryetari, i thoshte, ç'a do, i thoshte, dua punë, i thoshte. Po mirë, shkon në vendin që jap. Jo, nuk më pranojnë dhe më ndihmo ti. I tha i sekretarës, çojnë më në një ndërmarrje ndërtimi. Mori letrën, vajt. Filloi atje me kova çimentu, me kështu, 3-4 ditë se angri. Prap një mëngjes te porta e kryetarit. Shoku kryetari tha, prap erdhi, tha, prap. S'më pëlqeu ajo punë. Po unë s'kam, tha. Mirë, i thotë sekretar, çoj, tha, në këto roje objekte të marrin. E mori vajti. Vajti atje 3 ditë, mbas dite, natën, vështirë, ndaka. S'bande as pushkën, se kishin të pushkën. Prap të kryetari. Shoku kryetari tha, nuk e ha dhe këtë punë. E po unë s'kam që të bëj, tha. Amani, tha, të lutëm bëm një. Ore sekretari, çojra atje të Varezat, është në miku atje, tha, të rridhe ky me këtë, tha, le të kaloj kohën edhe të marri një rokë. Vajti të Varezat, ditën e parë, dytë, filloi të brite dhe shikonte gjithë varet, lexonte tabelat ande këte. Ditën e 4 të kryetari. Prap këtu i tha, po çfarë, tha, pse se pëlqeu? Ç'a të bëjë kryetari? Unë po punonja atje, shikonja në një tabel. Këtu pushon përjetësisht një mësues. Këtu pushon një oficer. Këtu pushon një doktor. Ata të tërë pushonin, vetëm unë do punoj.
E bukur. Atëherë, që ta mbyllim, një përshëndetje për dëgjuesit e Florida Shqiptare TV këtu në Florida. Gjithë shqiptarëve, qoftë nga Feri, po nga gjithë Shqipëria, që kanë fatin më të mirë që ndodhen në shtetin më të mirë për klimën, për diellin, për detin, duhet të jenë komplet të gëzuar, të shijojnë jetën e tyre, të punojnë, të bëhen më të pasur dhe më të mirë, të edukojnë familjet e tyre që janë perspektiva e familjes e tyre edhe shoqërisë, bile perspektiva e tyre janë dhe një ardhmja e rregullimit të Shqipërisë, dhe u uroj shëndet, të kenë humor dhe të shikojnë dhe këtë emisionin tonë që kam bërë me doktorin këtu, të shikojmë inshallah për qenë që ta mbyllim dhe neve me sukses këtë nismen dhe ta falenderoj përse tonë edhe njerë Arjanin për ftesën që me bëri. Faleminderit, përpara se t'ja them fjalët e fundit mbylljes emisionit, le të shpresojmë që tana atje mas regjisi ka shtypat e butonat tamam dhe kemi regjistru. Mos ke fillojmë nga Ose fillojmë prej fillimit edhe herë. Po. Atëherë, të dashur miq, kjo ishte për sonte me aktorin dhe inxhinierin zotin Vasil Vaso. Ishte një kënaqësi për ne, ju falenderoj për vëmendjen dhe shpresojmë se do ta kemi përsëri, ndoshta mund të krijojmë një diçka të vogël me ato sekuencat, e humorit. Faleminderit dhe jam shumë mirënjohës që gjete kohën për me ardhur këtu me ne. Jo, shumë faleminderit, koha jote që je kaq i zen, u sakrifikua për mua. Faleminderit. Shumë faleminderit.